Agrontar ish drejtori i portit të Durrësit një herësh ish zëvendës ministri i jashtëm nga 2018 deri në 2022, është marrë në pyetje për më shumë se një orë në prokurorinë e posaçme. I thirrur nga prokurorët Dritan Prençi dhe Dorina Bajko që po hetojnë ish zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Vëllai ish futbollistit Iglitare është pyetur për më shumë se një orë, pikërisht për këtë procedim penal të martën e kaluar. Të njëjtat burime bëjnë me dije se SPA ka thirrur edhe Iglitaren për ta marrë në pyetje, por për shkak të mos adresimit të saktë, thirrja është ridërguar nga organi hetues, i cili mbetet i rezervuar për të konfirmuar ditën kur pritet paraqitja e ish futbollistit për të dëshmuar. Disa ditë më parë, emisioni investigativ Plug në Syri Televizion denoncoi procedurat e ndjekura ku me firmën e Belinda Ballukut. Tare përfitoi leje për ndërtim pallati dhe parku fotovoltaik. Emisioni zbardhi detaje se si Iglitare në të njëjtën periudhë që Balluku bë ministre e infrastrukturës, u rikthye në Shqipëri për të investuar në ndërtim dhe energji. Të dhënat e një raporti të kontrollit të lartë të shtetit të publikuar nga Plug tregojnë gjithashtu 3.3 hektar tokë që kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi i ka dhënë Iglitares në Sheq Marinas, dyshohet e kryer në shkelje të ligjit.